Natyrisht, unë jam I kënaqur me vendimin e gjykatës, po jam edhe më I kënaqur që të akuzuarve ja u kemi mundësu si sistem gjitha drejtat procedurale dhe në fund tash e kanë marrë dënimin çfarë familja Afrim Bunjakut edhe ka parashiku dhe vazhdojmë tutje, po prap, po e përsëris duhet para drejtësisë të vihen edhe organizatorët e këtij sulmi terrorist. Sa besoni se mund të ketë drejtësi dhe të sillen para drejtësisë 42 të akuzuarit e tjerë, me qenë se e dim që gjykata tashmë e ka refuzuar që mund të gjykohen të njëjtit në mungesë. A do të keni veprime ju si avokatë të tjera për të mundësuar një gjykim ndonse të njëjtit janë të parëheqshëm për drejtësinë? Është vërtet se janë të parëheqshëm për drejtësinë, por këta të dyshuar do të jenë barë për Republikën e Serbisë, ata kur nuk do të hynë në Bashkimin Evropian pa I gjyku ose pa ja dorëzu këta persona drejtësisë së Kosovës. Kështu që vazhdojmë tutje, është shumë keq që ata nuk janë gjyku, por edhe kjo është prapë më mirë se asnjë lloj gjykimi. Duhem me përsërit, familjes Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen afrimin. Po si do qoftë kjo është një satisfakcion edhe për familjen, por edhe për gjithë neve, mbrojtësit, po edhe për popullin e Kosovës. A pajtoheni me dënimin prej 30 vjet për të akuzuarin Maksimović apo do ta apeloni atë? Unë do ta shiqoj një herë arsyetimin e gjykatës dhe pasi ta lexoj arsyetimin e gjykatës do të vendosi a do ta apeloj ajo. Në përgjithësi jam I kënaqur me vendimin për dy të parë, për tretën jam tash në fazën kur do ta analizoj këtë vendim gjykatës. Të nderuar përfaqësues të mediave, siç e pat aktgjykimi, në fakt shpallja e aktgjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamenti special, është një aktgjykim I cili ka qenë edhe pritje e prokurorisë speciale, pas një pune të madhe dhe të stërngarkuar nga ana e prokurorisë speciale, Policisë së Kosovës, departamenteve përkatëse të hetimit, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe gjitha agjensive të tjera ligjzbatuese, po ashtu edhe partnerëve ndërkombëtar të cilët na kanë ndihmuar për ta zbardhur këtë rast në këtë gjykim. Prokuroria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini që për prokurorinë speciale ky vendim është I mangë përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshirë akt akuz me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojčić, por që prokuroria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtit të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç që kemi arrestuar njërin prej pjesëmarrësve që dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte I përfshirë në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendojnë që nuk janë në tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Një falënderim të posaçëm doja të jap edhe juve media për shkak se keni qenë vazhdimisht korrekt lidhur me raportimin për këtë rast, sepse ky ka qenë një ndër rastet më komplekse që ka ndodhur pas luftës, me rast I tillë I cili ka pas për pasojë vdekjen e policit, këtë rast rështerit Afrim Bunjaku, lëndimin e policëve të tjerë, terrorizimin e banorëve në atë pjesë si dhe tendenca e këtij grupi për me nda territorin e Republikës së Kosovës. Kjo realisht do të thonë ky aktgjykim I jep një mesazh shumë qartë gjithë atyre pa dallim. Pa dallim ose pa mbështetje politike që në rast të tentojnë të kryejnë vepra të tilla penale do të marrin një dënim të merituar. Çka do të bëni më konkretisht për të sjellë ata 42? Ne vazhdimisht Çka do të nevojë shteti? Ne do të kërkojmë përmes ndihmës juridike ndërkombëtare që të njëjtit të arrestohen sikurse që është në fuqi flet arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit. Çka nëse Serbia nuk bashkëpunon? Është çështje që Serbia sigurisht do të bashkëpunojë sepse drejtësia nuk ka të bëjë fare me këtë rast me politikën. Drejtësia nuk ka kompromis me këtë rast me drejtësinë. Prokuror Milan Radojčić ka qenë në kontakt direkt me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse një listë me numrat kontakteve që është dalë media ka qenë numri I presidentit sërb dhe disa zyrtarëve të naltë shtetit. Gjithë ata të cilët kanë urdhëruar, kanë financuar edhe kanë koordinuar këtë sulm, pra sulmi me datës 24 shtator 2023, do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Prokuror, sot I patëm dy vend me të arrestuarin e 17 prillit që dyshohet se lidhet me sulmin e bankës. Po flasim për të arrestuarin Ju veç e keni marrë informacionin përmes zyrës së informimit,
për matutje ky rast me qenë se është ende në hetim nuk kisha dash me ul shumë matutje për këtë rast. Prokuror sot i patëm 2 burgimet përjashme dhe një me 30 vjet. A do ta shfrytëzoj prokuroria speciale drejtën për ankesë në apel për rastin e Dušan Maksimovicit? Sigurisht, po me qenë se ende nuk e kemi marrë aktgjykimin, ju e dini që është një procedurë derisa të shkruhet ky aktgjykim, do ta vlerësojmë padesht me paragjyku, domethënë situatën, unë besoj që do ta vlerësojmë me kujdes dhe do të paraqesim ankesën. Faleminderit.